Del jashtë. Në një kohë kur banorët e zonës së Rjollit po përballen me pretendime dhe ndërhyrje që i konsiderojnë të padrejta mbi pronat e trashëguara, një emër po spikat çdo ditë në vijën e parë të qendresës, dhe është pikërisht një grua e quajtur Luciana Kokaj. E kthyer nga emigrimi, ajo ka zgjedhur të mos hesht përballa asaj që e cilëson si grabitje të tokave të parëve nga oligarkët. Prej ditësh, Luciana është mes qindra banorëve që dalin çdo mëngjes në terren dhe qëndrojnë deri në mbrëmje, duke protestuar dhe duke kërkuar mbrojtjen e pronës së tyre. Aktive, e artikuluar dhe e vendosur, ajo është kthyer në një figurë qendrore të kësaj lëvizjeje qytetare. Sipas banorëve, në disa raste ka shkuar deri aty sa ka ndaluar makineritë që punonin në zonë, duke nxjerrë shoferët nga mjetet dhe duke u marrë çelsat për të penguar vijimin e punimeve. Për shumë prej protestuesve, Luciana Kokaj përfaqëson simbolin e rezistencës dhe guximit në ditë të vështira. Qendresa e saj po shihet si një mesazh i qartë se toka e trashëguar nuk negociohet dhe se komuniteti është i gatshëm të mbrojtë të drejtat e veta me çdo mjet ligjor dhe qytetar. Banorët kërkojnë që rasti i tyre të mos mbetet në heshtje dhe apelojnë për vëmendje institucionale, transparencë dhe zgjidhje të drejtë për çështjen e pronave në Rjoll.